Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala nabina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Motra të dashura, mirë se erdhët në ligjëratën e radhës në Sira. Pra, jemi duke folur për betejën e Uhudit. Në orën e kaluar folëm për disa gjëra, domethënë interesante që t'i bëjmë si një përsëritje në fillim. Folëm se si në fillim kurajshët u mundun t'i përqajnë muslimanët, duke ju thënë medinasve pra ensarve, me juve s'kemi punë ne, largoni ju se ne i kemi ardhur vetëm me luftu me këta që kanë ardhur prej Mekës, me domethënë parefisin tonë. Pra ishte një tentativë e tyre që ti largohen këta të Medinës se ta kenë më lehtë për ta vrarë pejgamberin alayhis salam dhe muslimanët. Por thamë që Medinasi domethënë as që e pranuan këtë domethënë propozim të tyre, as që u shkojnë ndërmend të bëjnë një gjë të tillë, ata kishin ardhur shumë të vendosur që të jenë në krah të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu kemi shpjeguar që pejgamberi alayhis salam e ka përgatit domethënë planin e vetë të mbrojtjes duke u pozicionuar ashtu që nga 3 anë të jetë i mbrojtur, pra shpinën ja ktheu malit Uhud dhe domethënë e detyroi armikun që t'i del përpara. Domethënë armiku tani e kishte shpinën ka Medina dhe përpara e kishte muslimanët të cilët ishin ka mali Uhud. Gjithashtu shpjeguam se pejgamberi alayhis salam e vendosi një grup, një batalion, si me thënë, të shigjetarëve në njërin prej maleve aty, i cili edhe tani quhet mali i shigjetarëve, dhe i porositi që mos të largohen prej aty asesi, derisa t'ju thot pejgamberi alayhis salam. Gjithashtu treguam domethënë se filluan me trimëri të madhe domethënë këtë luftë dhe në minutat e parë në domethënë për një kohë shumë të shkurtër ata i sulmuan kurajshët dhe filluan të ikin kurajshët edhe gratë e tyre që ishin në fund domethënë u sheshin duke ikur me të katërat që thonë, sepse sulmi i besimtarëve domethënë ishte shumë i madh. Aq i madh saqë menduan se u kry lufta dhe fituan. Domethënë ishte një avancim shumë i madh i muslimanëve në betejë. E bëm një përsëritje në mënyrë që të kapemi tani me temën, sepse këto betejat është domethënë në sfidë që të përcillen gjitha ngjarjet çfarë ka ndodhur dhe elhamdulillah që ka shumë transmetime dhe dietarët nga ajo që kanë dëgjuar e kanë bërë këtë kronologjinë kur ka mund të ndodh kjo pjesë dhe kjo pjesë, domethënë me radhë. Pas pak do të shohim se do të ndodh një ndryshim. Pra nga avancimi që e kanë muslimanët, domethënë do të ndodh një rikthim i jo besimtarëve. Dhe këtë gjë Allahu i lartësuar na përmend në Kur'an, në surën Ali Imran, ku thot përkujto i dërguar kur dole nga familja jote që t'ua përcaktosh besimtarëve vendet për luftë. E Allahut është që dëgjon fjalët dhe që kupton qëllimet. E Allahu është që dëgjon fjalët dhe që kupton qëllimet. Pra, po e përmend këtu Allahu që ju caktove vendet. Domethënë besimtarëve e bëri strategjinë ashtu si është më së miri. Allahu përmbushi premtimin e vet ndaj jush, nga se me vullnetin e tij i korrët ata me shpata, deri kur u dobësuat dhe u përqat ndërmjet vete. Shkoni tani pjesa e parë e këtij ajeti çka thotë. Domethënë që Allahu e përmbushi premtimin e vet, derisa ju ishit në rregull, derisa ju ishit në luftë për hir të Allahut, derisa ju e dëgjoni pejgamberin alayhis salam,
Allahu e përmbushi premtimin e vet dhe ju ishit duke avancuar në luftë deri kur u dobësuat dhe u përqat ndërmjet vete, thot Allah. Tani do ta shpjegojmë domethënë çka kuptohet me këtë pjesë të ajetit. Thot derisa u dobësuat dhe u përqat ndërmjet vete në çështjen e vendit që u pasaktuar pejgamberi. Dhe pasi vrejtet atë që e dëshironit, është fjala për prejnë e luftës, e atëherë kundërshtuat domethënë urdhrin e pejgamberit. Pati për ju që e deshën këtë jetë, ata kush janë ata që e deshën këtë jetë, ata që u ngutën pas prejës së luftës, e pati për ju që e deshtën botën tjetër, pastaj për t'ju sprovuar, unë sprapi juve nga ata, po Allahu u fali juve, Allahu është dhëruesi i madh ndaj besimtarëve. Pra ky ajet kuranor përfshon tërë ngjarjen e ndryshimeve që do të ndodhin në fushë betejë. Derisa besimtarët, domethënë shkon në luftë me sinqeritet më të madh për ta luftuar mikun për hir të Allahut, domethënë dhe dëgjuan pejgamberin alayhis salam, ishin duke avancuar. Por Allahu deshti që lufta e Uhudit të jetë një mësim fillimisht për ata në atë kohë, për besimtarët, mirë po të jetë një mësim për gjithë muslimanët deri në ditën e gjykimit. Pra të shohim se ne e kemi ndihmën e Allahut derisa jemi në rrugë të tij, derisa e dëgjojmë pejgamberin alayhis salam, derisa i bindemi urdhrave të pejgamberit alayhis salam. Dhe nuk kemi kandidat potencial për të na ndihmuar Allahu nëse ne e braktisim urdhrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, nëse e braktisim sunetin, nëse veprojmë atë çka e kundërshton domethënë sunetin, traditën e pejgamberit alayhis salam, ato gjëra që na ka treguar se duhet t'i bëjmë, ato gjëra që na ka treguar se nuk duhet t'i bëjmë, pra në atë rast nuk do të jemi nën burojën e Allahut subhanahu wa taala. Si ndodhi kjo gjë? Domethënë derisa ishin pranë fillim të luftës dhe po fitonin, por kur Kureshët ikën dhe lanë çdo gjë pas vete, domethënë e lanë prejën e luftës, çka mund me qenë prejë e luftës se ne po jetojmë në kohë tjetër tani dhe nganjëherë nuk mund t'i kuptojmë këto konceptet si kanë qenë para 14 shekujve. Pra preja e luftës janë kryesisht domethënë burrojat, armët, që është për atë kohë ka qenë një gjë shumë me vlerë, sepse në përgjithësi arabët nuk i prodhonin vetë armët, i importonin prej jashtë. Ata mirëshin me tregti, me gjëra të ndryshme, por armët i blinin prej tjerë. Domethënë ishte diçka që ishte e shtrenjtë dhe ishte diçka që ju duhej vazhdimisht për luftë. Dhe ishte një gjë që trashëgohej brez pas brezi, domethënë përdorej. Prandaj preja e luftës është armët që i lenin mbrapa. Ato ishin domethënë gjëra të shtrejta, gjëra me vlerë, ndonjë tent, kafshët si devet, kuajt e tjera, domethënë këto ishin prej e luftës. Çka ndodhi në këtë moment, domethënë ata menduan që lufta ka përfundu dhe shkuan pas domethënë prej së luftës, ta që ishin shigjetarët, pse e kundërshtuan këtu, pse po themi e kanë kundërshtuar pejgamberin alayhis salam, sepse e kemi treguar edhe herën e kaluar se si pejgamberi alayhis salam i ka thënë asesi ju mos të largoheni nga ky vend ku ju kam caktu, pa ardhur unë m'ju thënë që duhet larg. Por fatkeqësisht domethënë ata largohen dhe me këtë ndodh ajo që ndodh, që do ta shpjegojmë në vazhdim. Thot Allahu në Kur'an, ajo që ju goditi juve ditën e ballafaqimit të dy grupeve, besimtar dhe idhujtar, ishte me lejen e Allahut për të dalluar besimtarët e sinqertë. Nëse ju kujtohet kjo harta që kemi paraqitur në ekran edhe herën e kaluar, domethënë si një hartë simbolike, te kjo pjesa e këtij
malit të vogël, kemi thënë se janë shigjetarët, domethënë ata kanë qëndruar dhe kur po ikte ushtria kurejshe, ata ishin aty. Mirë po, kur e panë se ikën dhe domethënë filluan muslimanat të mbledhin prej në luftës, këta filluan të flasin mes vete, po ka përfundu lufta, domethënë hajde shkojmë edhe ne të marrim diçka prej së luftës, mos po mesim pa të. Njëri prej sahabëve, Abdullah ibn Gjuberi, i thoshte, a keni haru çka ju ka porosit pejgamberi alayhis salam, mos mu largu prej këtu derisa të vjen ai. Ndërsa ata mes vete, domethënë, një herë një, dy, pastaj tjerë, domethënë të e bin njëri tjetrin që masi ka përfundu lufta, po shkojmë edhe ne. Fakt ky është një gabim i madh, jo vetëm për ata që nuk e kanë dëgju pejgamberin alayhis salam që ju ka thënë që të qëndrojnë deri në fund, por edhe për gabimin e vrapimit pas prej së luftës. Pse? Sepse rregulla, po ishte në fillim është betejë e dytë ende nuk i dinin rregullat. Domethënë rregulla e luftës është që nuk mundesh ti me marr atë që ka gjenë luftë edhe atë me bë prunë për vete. Domethënë ishte caktuar sipas ligjit islam që mblidhet krejt preja e luftës në një vend dhe pastaj ndahet tek ushtarët. Domethënë është haram i madh që me marr e me mshef diçka prej luftës, domethënë se unë e zona këtë, e uzurpova këtë edhe po e marr për veti. Mbledhet, bëhet bashkë. Pra shigjetarëve nuk ka pasur m'ju ik kjo mundësi. Prapë ishë ndarë për ta, po këta në këtë moment, domethënë nuk i dinin rregullat dhe menduan se këta u bën u pasurum me këtë që morën dhe shkojnë edhe këta pas tyre. Çka ndodh në ndërkohë? Halid ibn Walid, që thamë se ishte në anën e djathtë, pra se ushtria kurejshe ishte në mes ishte Ebu Sufjani, në anën e djathtë kishte Halid ibn Walidi me domethënë pjesën e vet të ushtrisë dhe si duket ai ka ikur me të tjerët, e ka kthy shpinën prej armikut, ka vazhdu, por ka qenë aq strateg Halid ibn Walid sa që këtë kohën ka shiku mrapa çka po ndodh. Dhe aq që ka dashur atij me pa që shigjetarët i kanë lënë pozitat e veta. Dhe ai bën një taktik të shpejtë dhe kthehet dhe i shkon, domethënë si është kjo shigjeta, i shkon nga mrapa këtij vargmalit, domethënë të vogël ku janë këta shigjetarët dhe pastaj del në mes, domethënë në mes të dy maleve dhe i kthehet dhe i sulmon muslimanët nga shpina. Pra ata ishin duke shku pas kurajshve që me marr prej në luftës, por në ndërkohë ky shkon edhe nga shpina, domethënë fillon me sulmu, të hutuar, ata ishin të hutuar pas luftës, domethënë nuk kishin me vëmendjen e plot, me fokusin e plot tani me luftu, derisa kthehen këta veç filluan domethënë t'i vritnin me të madhe. Dhe çka ndodh ndërkohë, marrin vesh pjesa tjetër e kurejshve për këtë them të Halid ibn Walidit dhe kthehen edhe ata. Dhe këtu ndodh një kaos i madh, sepse muslimanët mesin në mes dhe ushtria e armikut ka dy anë i sulmon. Dhe në këtë moment ata fillojnë të ikin. I pari i cili e sheh Halid ibn Walidit me këtë manovrën e vet është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sepse ai ishte në anën tjetër të malit, pra jo ka shigjetarët për në anën tjetër, dhe aty e kishte, domethënë ja kishin bërë kampin
musliman në mënyrë që prej aty ta dirigjoj luftën. Dhe kur e sheh që po rrezikohen muslimanët që Halid ibn Velid ka shku mrapa atyre, bërtet me të madhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam nga domethënë mërzia që po i vritën muslimanët dhe i thret duke i thënë o musliman kthehuni dhe domethënë në atë kohë rrezikohet edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sepse kur bërtet kështu e kupton armiku vendodhin e tij që më herët nuk e dinin. Pra strategji e luftës që komandanti u vendos aty ku nuk e din, sepse synimi i armikut është gjithmonë me vra komandantin, sepse bjen morali i ushtrisë. Dhe pejgamberi alayhis salam e rrezikoi veten e vet për t'i vedisu muslimanët që janë në rrezik. Dhe kështu që domethënë në këto momente ndodh një domethënë një luftë shumë e ashpër dhe muslimanët nuk dinë ka t'ja majnë, ka të shkojnë, domethënë fillojnë me ik disa anash, po këtu vritën një pjesë e madhe e muslimanëve. Dhe ajo çka domethënë është interesant, domethënë se në këtë kohë shejtani e bën ashtu domethënë punën që të vrit disat ta vrasin gabimisht muslimanin. Pra ndodhen një numër i vogël, por ndodh domethënë edhe kjo për shkak se nuk është nuk mund ta din, nuk mund ta njohin tash kush nga dy anë i ka ardhur armiku, të gjithë ishin me domethënë me mburoja, disa me helmeta, edhe në atë rast domethënë ndodh edhe kjo më e keqja që janë disa raste që do t'i shpjegojmë tani, domethënë që janë vrarë prej dorës së muslimanëve. Halid ibn Velid është faktikisht i vetmi komandant i cili e ka bërë i vetmi komandant i cili ju ka shkaktu humbje muslimanëve. Domethënë do të shohim edhe në lufta tjera, pra në luftën e Bedrit e pam që ishin muslimanët fitues, dhe në luftat pas Uhudit çdo herë do të jenë muslimanët fitues, por në luftën e Uhudit kanë humbur nga Halid ibn Velid. Allahu don pastaj që Halid ibn Velid të udhëzohet në Islam dhe ai është kolosi më i madh i muslimanëve që e ka fituar çdo betejë. Do thënë shumë tër jetën e vet sa ka qenë gjallë, do të thënë është ka qenë komandant i ushtrisë së muslimanëve pasi që pranoi Islamin, do thënë me përjashtim të pak rasteve në fillim dhe çdo herë i ka sjell fitore muslimanëve. Po këtu është dashur të ndodhë kjo që ka ndodhur, që muslimanët të marrin mësim, domethënë se duhet të jenë të bindur ndaj urdhrave të Allahut dhe të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ky kaos në fushë betejë bëri që të vdesin edhe disa muslimanë. Një prej atyre që do të vdes është edhe babai i Hudhaifës. Hudhaife është një prej sahabëve të njohur që ndoshta keni dëgjuar ndonjëherë. Hudhaifa është ai i cili të cilin e kanë quajtur bartës i sekreteve. Pse? Sepse vetëm atij pejgamberi alayhis salam ja ka tregu emrat e gjithë munafikëve që janë në Medinë. Disa munafik kanë qenë shumë të dukshëm kështu. Mi pa që janë munafik. Mirë po, munafik është ai vetë, domethënë kuptohet dyftyrshi, është ai i cili paraqitet që është diçka tjetër, e në fakt është diçka tjetër. Pra paraqitet si musliman dhe në anën tjetër e urren Islamin dhe urren Muhamedit alayhis salam. Dhe me që Allahu e ka njoftu pejgamberin alayhis salam kush janë ata, dhe pejgamberi alayhis salam nuk i ka tregu masës, por vetëm Hudhaifa e ka ditë këtë gjë.
Pra ka qenë prej sahabëve të njohur në domethënë në Medinë. Dhe tregohet rasti kur ka shku njëherë Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, dhe thot o Hudhaifa, pash Allahun tregom a jam unë në atë listën e munafikëve. Pra subhanallah, me gjitha të veprat mira, aq shumë i ngritur te Allahu, pejgamberi alayhis salam e ka përgëzu me xhenet dhe prapë ka frikë mos rastisht është prej munafikëve. Dhe Hudhaifa i ka thënë nuk je, po më asnjërit nuk i tregoj posteje. Dhe në dietarët kanë thënë pse zbuloi këtë sekret për Omerin kur pejgamberi alayhis salam ja ka lënë amanet, domethënë që vetëm ti me ditë, mos më tregu tjerëve. Dhe mendimi i dietarëve është se e ka tregu për Omerin sepse Omeri ka qenë në listën e të përgëzuarve me xhenet, është ditur, kështu domethënë botërisht që është prej xhenetlive, prandaj edhe i ka tregu sepse dikujt tjetër nuk i kishte tregu. Por tani te rasti i Hudhaifës, Hudhaife, babai i tij ishte prej njerëzve më të moshuar në Medinë. Domethënë shumë në moshë të shtyr, shumë plak. Dhe ky së bashku me një medinas tjetër rrin në Medinë, domethënë sepse ju thonë që ju mos jani se me lëvizni, jeni në moshë. Dhe këta duke ndajtur aty, duke pa veten me gra, me fëmijë, me thonë po çka kemi ne që nuk shkojmë në luftë me ndihmu pejgamberin alayhis salam. Sa edhe shumë na ka mbetur në këtë botë, bile ndoshta don Allahu e vdesim si shahid dhe ngritën ashtu dal nga dal dhe i bashkangjitën ushtisë. Por ka qenë kader që këta të vinë bashkë në momentin kur është bërë ky kaosi në betejë. Dhe atëherë, domethënë muslimanët gabimisht se nuk e njohin më herët që kishte qenë në radhë aty me muslimanët, dhe domethënë gabimisht e sulmojnë, edhe pse Hudhaifa e sheh në atë kohë dhe vërtet mosni sa është babai im, por subhanallah e ka pas të saktuar të vdes aty. Po është një moral shumë i mirë prej kësaj ngjarje, subhanallah. Është se si shkojnë muslimanët pas luftës te Hudhaifa dhe i kërkojnë hallalin, sepse e kanë bërë gabimisht këtë punë. Dhe Hudhaifa ju bën halal me njëherë. E përmend, domethënë ajetin si Jusufi që ju ka bërë halal vëllezërve të vet, ju sot domethënë jeni të falur prej meje, dhe ju bën halal me njëherë sepse e din domethënë që është rasti që është bërë gabimisht, nuk është bërë me qëllim. Pra është një mësim i madh për neve, sepse nganjëherë kur prekemi, themi qysh edhe musliman, edhe qysh na bënën, si na bënën. Domethënë gjithmonë duhet situatën me qysh është situata për me gjyku dikun. Sepse jo në gjitha rastet e bën dikush me qëllim, edhe pse ndoshta vepra mund të më qenë shumë e keqe, në këtë rast ka ma keqe se me ta vrarë prindin. Por Hudhaifa ju bën halal. Mirë po, mësimi tjetër është se pejgamberi alayhis salam thotë do t'ja shpagujmë domethënë gjakun si ka qenë rregulli, shpagesa e gjakut, që ka qenë me deve, për shembull edhe deve, një pasuri shumë të madhe. Dhe thot por kë do ta bëjmë prej arkës së shtetit. Domethënë prej jo me ngarku qaj muslimani që i ka mshtu për shembull, sepse ai ka qenë në luftë, po me që kjo ka qenë gabimi i muslimanëve, atëherë na kemi me ja pagu atë. Dhe kjo është një mësim shumë i madh, sepse shumë herë, për shembull, disa sene, okay, bëhen halal. Mirë po, ne shumë presim prej njerëzve, për shembull, që për hir të Allahut, bëre këtë për hir të Allahut, domethënë tjetri me fal, tjetri me ta bë halal gjithsesi. Por shikoni veprimin e pejgamberit alayhis salam, po e ke bë halal shumë mirë, po të paktën shpagesa takon. Duhet me ta la gjakun.
Do thënë kjo është një mësim shumë i madh prej këtij rasti, sepse edhe tani për shembull tani po falen gjaqet e krejt mirë po ë ndoshta është mirë me ndjek këtë synet të pejgamberit alayhis salam, që të paktën ata që janë dëmtu me marr atë çka i takon. E pastaj, a e bën ai për hir të Allahut, a e shpërndan atë pasuri, a e lën asaj është punë për të. Pra, është me të vërtetë tregim që marrim mësim. Pastaj për Hudhaifën thuhet se e merr atë pasuri dhe e shpërndan të tërën për fukara. Do të thënë për të varfër asgjë nuk ndal, gjithë e shpërndan. Dhe domethënë disa prej sahabëve, pas këtij rasti, Hudhaifa kurrë nuk e kemi pa ngusht ose keq diçka. Do thënë Allah i ka dhënë begati shumë të mëdha për këtë vepër, si u ka falë muslimanëve, po edhe nuk i ka lakmuar pasurinë që ja ka dhënë pejgamberi alayhis salam, po prapë ka shpërndar te muslimanët. Pra, një tregim breslënës. Në këtë luftë, pra sikurse në luftën e Bedrit, ka qenë edhe xhaxhai i pejgamberit alayhis salam, Hamza ibn Abdul Muttalib. Pra, i cili ka pas nofkën luani i Allahut. Për shkak të aftësive të mëdha që i ka pas, për shkak të domethënë luftës që e ka bë në betejë, ka qenë si luan, ka luftuar domethënë në mënyrën më të mirë. Dhe për këtë gjë është një, domethënë për luftën e Bedrit është një tregim për ngjarjen e Hamzës, domethënë sigurisht është e njohur edhe gjithë pak a shumë e kemi dëgju. Mirë po çdo herë është interesant domethënë me dëgju prapë. Siç e di me luftën e Bedrit, pra Hamza, jo vetëm që në Mubaraza, në atë dy luftimin e parë që e vrau domethënë kundërshtarin e vet, por ishte prej atyre që kishte vrarë domethënë shumë njerëz, shumë jo besimtarë, domethënë kishte luftuar si luan. Dhe një prej këtyre, domethënë një prej atyre që ishin vrarë, ishte edhe xhaxhai i Xhubeir ibn Mutim. Mutim ibn Adi e kemi përmend në luftën e Bedrit se ka qenë një prej jo besimtarëve të ndershëm fisnik, sikurse Ebu Talibi dhe pejgamberi alayhis salam ka thënë që sikur të ishte gjallë Mutim ibn Adi, veç me një fjalë ti apo me i lën robërit, ja kisha lënë krejt. Mirë po tash këtu është fjala për djalin e tij, të cilit ju vrau xhaxhain në këtë luftë. Dhe ai deshi që të hakmirët tani për xhaxhain, domethënë në luftën e Uhudit, se më vonë edhe ky e pranon Islamin, dhe dëshironte me bë një hakmarrje të dyfisht. Si hakmarrje të dyfisht? Edhe me vra vetë vrasësin, pra Hamzën, edhe me vra domethënë xhaxhain e pejgamberit alayhis salam. Pra Hamza është xhaxhai, është vrasi, por njëkohësisht është edhe xhaxhai i pejgamberit alayhis salam. Dhe me këtë qysh ma ki vra ti mu xhaxhain, që ti je shkaktar o Muhamet për vrasjen e xhaxhait tem, që ashtu dhe ty ka më të vra xhaxhai. Pra i kishte qëllimin e hakmarrjes dyfisht. Çfarë bën ai? Ai e kishte një rob i cili i quhej Wahsh ibn Harb, dhe ne shpesh kemi mendu se Hind është ajo e cila e ka dërgu këtë Wahshin, po në fakt është Xhubeir ibn Mutimi, sepse në film ashtu paraqitet Hinda, filmin për pejgamberin alayhis salam, dhe shumica e njerëzve mendojnë kështu. Mirë po, Hind është ajo që pastaj e ka masakru Kufomën,
dhe më thënë Hamzën. Dhe vashit i premtohet prej Xhuberit, i thuhet që nëse ti e vret Hamzën, ai ishte shigjetar vashi shumë i mirë, dhe më thënë në ato hallkat e vogla që ishin, dhe më thënë i bëni këta kështu si gara me ato hallka, disa hallka të hekurit, ai gjithmonë me precizitet dhe më thënë i qëllonte ato. I thot nëse ti e vret Hamzën, do të jepet liria dhe do të jepet pasuri. Dhe Washi e pranon këtë gjë. Që të shkoj dhe ta vret Hamzën. Dhe shkon dhe fshihet pas disa shkureve, pra nuk i del përpara sepse nuk e kishte ai atë qëllim që mu duk si luftëtar i fortë e tjerë, kishte qëllimin me kry punën dhe me fitu lirinë. Do të thënë aq dinte, aq bënte Vashi. Dhe fshihet pas disave dhe mundohet me përcjell Hamzën, domethënë kur e ka situatën më së miri dhe shet, domethënë Hamza që po lufton si një luan, domethënë është vështirë për ta zënë, mirë po e gjen një moment dhe e merr, domethënë e gjun atë shtizën e vet dhe e vret Hamzën. Dhe është një transmetim që dy tabiin, pra tabiin janë ata të cilët nuk e kanë taku pejgamberin alayhis salam, po i ka taku sahabët. Pra gjenerata pas sahabëve. Dhe është një transmetim se ata shkojnë dhe dëgjojnë që është Washi është në Kufa, domethënë në një vend pra jashtë gadishullit arabik, dhe shkojnë e gjejnë atë, dhe kur e gjejnë thonë apo na tregon se si e ke vra Hamzën. Dhe Washi thot pju tregoj, thot ashtu që shikum tregu dhe pejgamberit alayhis salam. Thot unë nuk kisha asgjë me Hamzën, por vetëm mu premtu dhe në këtë kohë s'isha musliman, mu premtu që nëse e vroj atë, domethënë komu liru dhe shkova u fshefa pas një shkurës dhe kur ja hedha shtizën me aq fuqi, sa që ajo i depërtoi nga shpina e tij dhe i doli në anën tjetër, domethënë një fuqi tepër të madhe, po shihet domethënë që ky ishte për këto gjëra ishte shumë i aftë, mirë po në mënyrë pra qyqare nga shpina, duke u fshehur, jo në betejë ashtu ballë për ballë, sepse ka qenë e pamundur gati që dikush me vra kështu në betejë duke luftu në dy luftim Hamzën. Aq fuqi ka pas dhe aq i shkath ka qenë në këto partet e luftës. Dhe thot kur i depërtoi ashtu shtiza, thot ai u kthy nga unë dhe domethënë u drejtu nga unë me shpatë, pra me qëllimin që ta vret, mirë po nuk arriti me ardhur deri te une sepse ra për tokë dhe vdiq. Dhe pas kësaj çfarë bën Hind ibn Rabia, shkon dhe e hap gjoksin e Hamzës. Në fakt kjo vrasja e Hamzës ka ndodhur në pjesën e parë të luftës, domethënë kur kanë sulmu, sepse këta kanë ardhur me atë përgatitje që veç Hamzën t'i gjejë edhe vrete, pra jo në këtë pjesën e Kausit. Ndërsa në këtë pjesën e Kausit mandej ka shku Hind ibn Rabia, ka shku te Kufuma, e ka hap gjoksin, i ka nxjerr, domethënë mushkrit e tij prej gjoksit për t'i coptu. Ka fillu me masakru Kufumën e Hamzës, sa që ja printe gishtat dhe e bëri si një qafore për gishtat të Hamzës. Subhanallahu, kur
e pa pejgamberi alayhis salam kur e thirrën që ta sheh se ka vdek. Dhe kur e pa atë gjendje filloi të qaj me të madhe sepse e ka dashur shumë xhaxhain e tij Hamzën. Mirë po, është interesant se në këto momente thot o Hamza, thot sikur mos ishte mërzia e Safijes. Safia është halla e pejgamberit alayhis salam dhe motra e Hamzës. Sikur mos ishte të thënë që ajo ka mërzitet shumë me të pa ty kështu. Dhe sikur mos ishte frika se mos po e bëjnë tradit musliman, mos po e bëjnë sunet këtë gjë, thot unë kisha vepru ndryshe me ty, sa për atë që je dëmtu se ti kanë prej gishtat dhe sikur edhe ta kisha lënë trupin tënd që mbidhej, pra që ta hajnë zogjt edhe të dëmtuat copa, kjo nuk do të dëmtonte ty, se veç do të shtohej shpërblimi për çdo gjë të keqe që tu ka bë me trupin tënd. Pra, nëse domethënë e kuptuat, pra pejgamberi alayhis salam dëshiron me thonë muslimanëve që kjo që ju kanë prej këtij gjymtyrt nuk është diçka e pandershme për të se si ka përfundu. Përkundrazi, çdo dëm që ju ka bë, shpërblimin më të madh ka me pas te Allahu. Dhe sa për kët e kisha lënë tani këtu që ta hajnë kafshët, vetëm se te Allahu të shkoj edhe të ketë më shumë sevap për çdo dëm që ju ka bërë në trupin e vet. Mirë, po çka dy gjëra që thot i jep arsye se nuk ka me bë këtë gjë, po ka me domethënë varros, është që njerëzit mos më mendojnë që është synet, traditë edhe t'i lojnë pastaj edhe tjerët hajt në të fitojnë shpërblimin. Dhe e dyta është që e dinte se motra e tij s'kishte mund me përballu këtë gjë. Pra, me këtë e marrim mesazhin se nuk është për t'u vajtuar nëse dikush bjen shahid në rrugë të Allahut. Për çdo dëm që ju ka bë, sepse sidomos në kohën e sotit po përjetojmë gjëra të vështira, domethënë nga ajo çka po shohim që po ndodh në Palestinë. Fëmijë të gjymtuar, koka të hekura, njerëz që po fluturojnë ajër e tjera dhe kjo po na shton më shumë mërzinë, domethënë se si çfarë përfundimi po bëjmë. Po motra të dashura nga ky shembull që thot kështu pejgamberi alayhis salam e kuptojmë që veç Allahu e di se çfarë shpërblimi do të kenë ta njerëz të cilët në këtë mënyrë po vriten pa të drejtë, po grihen e po svetohen. Subhanallah. Që Allahu është me rëndësi domethënë që janë llogaritë si shahid dhe do t'ju jep Allahu trupa shumë më të mirë se sa këto që kanë caktuar në këtë botë, në botën tjetër, në xhenetet e larta, inshallah. Dhe domethënë pejgamberi alayhis salam në këtë rast e thot një gjë, pra nga zemra e plas që e kishte, thot do t'ju unë thot kur më vjen puna që t'i zë ata, që t'i zë jo besimtarë, që t'i zë domethënë kurejsht për këtë që kanë bë ndaj teje, do të hakmirem dhe 30 prej tyre do t'i masakroj ashtu siç të masakruan ty. Subhanallah, dhe me njëherë zbret ajeti kuranor ku Allahu e përmirëson pejgamberin alayhis salam. Pra është hera e parë kështu në sira, domethënë që pejgamberi alayhis salam e thot një gjë të tillë. Se e dim për shembull rastin e Taifit. Kanë ardhur melekët e dy, domethënë meleku i maleve ka ardhur dhe i ka thënë vetëm më trego ti për këtë që atë kanë bë këta keq dhe unë po ju gjuj malet për mirë, dhe gjitha pejgamberi alayhis salam thotë unë kam marrë si pejgamber i mëshirës dhe lej, edhe pse ma bën, domethënë e llogarit ditën më të keqe Taifin, kur e kanë gjujt, kur e kanë përgjak pejgamberin alayhis salam, kur e kanë gjujt me ujë, me gur, në një rast kur e ka pyet Aisha, o i dërguari i Allahut, a është Uhudi dita jote më e keqe, ka thonë jo për Taifin. Mirë, po megjithatë pejgamberi alayhis salam nuk ka dashur të hakmiret ndaj tyre,
dhe i ka thënë që ndoshta dikush prej tyre do të udhëzohet në të ardhmen, kështu që leni pa dënim. Po pse në këtë rast, domethënë është prej asaj që ka pa për momentin dhe ka thënë kështu mirë, po Allahu me njëherë, siç kemi thënë disa raste që nëse ka bërë diçka pejgamberi alayhis salam, domethënë që është dashur të veprojë ndryshe, me njëherë ka zbrit shpallja dhe është përmirësu pejgamberi alayhis salam. Dhe atëherë zbret surja ajeti 126 surës Nahl, ku Allah i thotë në qoftë se doni të merrni hak, atëherë ndëshkoni në atë mos sa jeni ndëshkuar ju. Pra jo 30 tjetër. E thotë Allah, e nëse duroni, padyshim ai është më i mirë për ata që durojnë. Pra me këtë ajet shihet që Allah po ju preferon muslimanëve që asnjë bile mos ja ktheni ashtu si e kanë bërë. Dhe prej këtij momenti që zbret ky ajet, pejgamberi alayhis salam i obligon muslimanëve thotë që është ndaluar asnjëherë muslimani nuk bën me masakru trupin e vdekur të dikujt edhe nëse ata na bëjnë neve këtë gjë. Pra, kjo është fe e mëshirës dhe domethënë gjithmonë dhe gjatë historisë është po se ka një dallim shumë të madh mes armiqësisë së njerëzve të komuniteteve tjera gjatë kryqëzave, po zëjmë apo tani çfarë bëjnë izraelitët apo në përgjithësi, domethënë mongolët e tjerë, dhe është krejt tjetër armiqësi ajo që ka bën muslimani. Sepse feja jon i rregullon këto çështje. Pa që pejgamberi alayhis salam kur ka hyrë në luftë, ka thënë mos të vriten civilt, mos të vriten domethënë gratë, fëmijët, pleqt, mos të vriten edhe priftrinjt që janë nëpër manastire. Domethënë edhe njerëzit që janë domethënë nëpër vende ku e adhurojnë Zotin, edhe pse janë të feve tjera, edhe ata kanë qenë të mbrojtur. Bile mos të vriten as kafshët dhe mos të dëmtohet as natyra, mos të hiqen pemë. Domethënë i gjithë ambienti është i mbrojtur nëse muslimanët shkojnë në një vend. Ndërsa kemi krejt të kundërtën me raste tjera në histori. Pra, djegin, kallin, shkatrojnë çdo gjë muslimanët, domethënë ku i gjejnë, çfarë i gjejnë. Është vetëm rasti i kryqëzatave kur i ka lajmëruar mbreti të Anglisë, komandanti i ushtrisë së kryqëzatave, kur e ka pushtu Jerusalemin, i ka thënë për me tregu gjendjen tonë se si jemi, gjujt e kalit tim janë duke ecur në lumen e gjakut muslimanëve. Domethënë aq shumë kanë vrarë dhe kanë prirë. Pra muslimani e ka tjetër qëllim, është i mëshirshëm dhe nuk bën zullum, nuk bën padrejtësi bitu. Ndërsa vetëm ne e dim vetëm prej luftës fundit me domethënë me Serbinë që e patëm. Krejt vrasjet kanë qenë në civil. Domethënë shumë pak vrasje ka pas kështu në betejë, fush betejë, UÇK-ja me ata. Krejt vrasjet me njerëz të pafajshëm që i kanë gjetur domethënë rrugës spreh dhe kjo gjë është e ndaluar në Islam dhe është prej gjunoheve shumë të mëdha. Do t'i përmendim edhe 2-3 raste që kanë ndodhur tani dhe herën e ardhshme inshallah do të flasim për çfarë ka ndodhur me pejgamberin alayhis salam në luftën e Uhudit, sepse është domethënë një luftë në të cilën subhanallahu është gjakos pejgamberi alayhis salam. Në këtë luftë përveç Hamzës vdes edhe Musab ibn Umair, një prej sahabëve të rinj me moshë, Musab ibn Umairi është ai sahabi që e kemi treguar se pejgamberi alayhis salam e ka dërguar në Medinë para se të bëhet shpërngulja e muslimanëve. Domethënë kur ja kanë dhënë besën në Akabe, një grup i vogël i
banorëve të Jethribit, domethënë Medinasve, e ka dërgu Musab ibn Umerin që më mësu fenë atyre. Pse pikrisht e ka dërgu Musab ibn Umerin? Sepse ai ka qenë në Mekë shumë i torturum. Fillimisht ka qenë prej familjes shumë të pasur, saqë e kanë quajtur princi i Mekës. Domethënë ka pas prej rrobave më të shtrejta, jetën më të, domethënë më luksoze e tjerë, por zemrën e pastër, subhanallahu, dhe e pranon Islamin. Dhe kur e pranon Islamin, fillojnë me torturu babai dhe nëna e tij aq shumë, domethënë saqë në një farë mënyrë pejgamberi alayhis salam e shpëton kur e dërgon në Medinë larg tyre. Dhe në dorë të Musab ibn Umerit e kanë pranu Islamin shumë prej prisave të fisëve të ndryshme të Medinës. Edhe njerëzve saqë për një kohë të shkurtër nuk ka mbet asnjë shtëpi në Medinë e që të paktën një antari i asaj shtëpie e ka pranuar Islamin. Domethënë prej punës që e ka bërë Musab ibn Umeri. Dhe ky në luftën e Uhudit e kishte domethënë në dorë flamur. Pra ishte nder i madh për të, sepse kishte flamur. Dhe Musab ibn Umeri, sipas domethënë thonave që përshtaten në ngjarjen se si ka ndodhur, kuptohet që ka vdekur në këtë pjesën e dytë të luftës, pra kur është kthy Halid ibn Velidi dhe kur ka ndodhur ai kaosi. Dhe kemi thënë edhe herën e kaluar se ai që mba flamurin është më i rrezikuar sepse armiku fillimisht atë e sulmon, është edhe nder i madh, po është edhe më rrezik. Dhe ja prin njërën dorë, e kap me dorën tjetër flamurin, ja prin edhe dorën tjetër, mundohet disi me gjoks, me ftyrë të tij, domethënë me mbajt derisa vdes në betejë. Dhe ky i cili kishte jetë aq luksoze në Mekë, i lën të gjitha për hir të Allahut, e pranon Islamin dhe kur vdes, subhanallahu, tregon një prej sahabëve tjerë, Habbab ibn Rath, të cilin kemi tregu se edhe ai ka qenë në Mekë prej atyre që kanë qenë shumë persekutum, sidomos prej domethënë pronarës së tij, saqë me hekur të skuqur ja ka djegur shpinën, nëse keni qenë në sira prej fillimit e keni dëgjuar rastin e tij. Dhe ky tregon se thotë më vonë ky ka jetuar shumë gjatë dhe Allahu i ka dhënë shumë fitore shumë të mira muslimanëve dhe i ka ardhur puna që në fund të jetojnë një jetë më luksoze. Dhe e shohin, më thënë, të afërmit e tij se një ditë qanë, kur ishte afër vdekjes dhe thotë nuk e di se çka ka mu bo me neve. Thotë ne ishim shumë që e lam Mekën, u shpërngulëm për hir të Allahut me pejgamberin alayhis salam, luftuam me pejgamberin alayhis salam dhe disa prej neve jetuan që me marrë shpërblimin edhe në këtë botë. Pra Allah na beketoi edhe këtë botë. Mirë po, disa prej neve shkuan pa marrë asnjë shpërblim këtë botë, po i la Allahu gjitha shpërblimet një dhonë në atë botë. E unë kam frikë për veten time, mos më kam paksu shpërblimet e ahiretit me këto të mira që mi ka dhënë Allahu. Dhe thotë vallahi, Musab ibn Umeri e kam parë kur ka ra shehet në luftën e Uhudit, nuk kishte asgjë prej pasurisë përveç një robë, domethënë atë që ai kishte të veshur, dhe thotë kur donim m'ia mbulu kokën, i dilshin këmbët. E ngrenin pak më poshtë, domethënë që t'ia mbulonin këmbët, i dilte koka, pjesa e sipërme. Thotë derisa tha pejgamberi alayhis salam, mirë, vazhdoni veç pjesën e sipërme mbulojani dhe lejani domethënë këmbët pa mbulu. Domethënë as qefin si duhet nuk ka pas dhe shkoi prej kësaj bote. Pra, konsiderimi i sahabëve se nëse këta kanë shku, domethënë pa marrë shpërblim, sigurisht se kanë me pas shpërblime shumë të madh në botën tjetër.
Pra kjo është ajo që i ka preokupu veç ahiretit që si po arrin dhe frika që mos jemi marrë, domethënë kemi përjetu shumë të mira në këtë botë e po na paksohen në botën tjetër. Ngjarja tjetër është ngjarja e Handhalas, një i ri që pejgamberi alayhis salam thotë e kanë pa Handhalan se kanë ardhur me pastru melekët. Domethënë melekët kanë ardhur me dhënë gusël, me ja bë atë larjen domethënë në fund, para domethënë kur të vdes njeriu. Mirë po, kjo e ka befasu pejgamberin alayhis salam pse po ndodh kjo, pse? Sepse kemi thënë te lufta e Bedrit e kemi shpjeguar që rregullat e shahidit që nuk lahet xhenazja e shahidit. Domethënë ai varroset ashtu me gjak e me dhej e me balt e si ka vdek ashtu sepse do të ringjallet para Allahut me ato plagë që i ka pas dhe do t'i vje era mesk plagës së tij dhe shpërblimin do ta ketë për atë plagë që e ka marrë në rrugt të Allahut. E pse Handhalan ka ra shahid ndërsa melekët po vinë dhe po e pastrojnë. Dhe shkon edhe pyet për ta, për të çfarë ka ndodhur, dhe thonë domethënë që Handhala ka qenë i posamartum, subhanallahu, dhe nuk ka mri as me marr gusull prej asaj që domethënë e ka kalu natën me nusën e posamartuar dhe ka ardhur në luftën e Uhudit dhe prandaj e kanë pastruar melekët. Një ngjarje tjetër është Kuzmani. Kuzmani është ai i cili kur kemi shpjeguar në ligjëratën e parë për luftën e Uhudit kemi thënë se një pjesë e munafikëve u kthyn dhe i lanë të dëshpëruar musliman, domethënë 300 prej tyre, pra 1/3 e ushtrisë. Dhe Kuzmani ka qenë prej atyre. Mirë po kur shkon në Medinë fillojnë gratë mi thënë si e keni lënë ju, domethënë ku është burria juaj, disa gra që kishte aty në rrethin e vet, qysh me lën pejgamberin alayhis salam pa luftu e tjerë dhe këtij fillon mi ardh marra dhe shkon pra qëllimi s'ka qenë për hir të Allahut, por vetëm nga turpi i burrisë. Dhe shkon i zën domethënë muslimanët dhe fillon me luftu, ishte luftëtar shumë i fortë. Dhe tregon një prej sahabëve se thotë kur e pam shkuam edhe i tham o i dërguari i Allahut është kthy Kuzmani dhe po lufton aq shumë dhe aq po kur sukses, thotë domethënë ka me gzim pe i tregojnë pejgamberit alayhis salam. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë ai është në xhehenem. Thotë ky sahabi aq shumë u çudita, si ka mundsi një njeri që po jep gjithë këtë kontribut në betejë. Me thënë pejgamberi alayhis salam ai është në xhehenem. Thotë u bëra kureshtar dhe në luftë e përcjellsha vazhdimisht që ka me ndodh me këtë. Dhe thotë e pash që luftoj, por një shigjet i ra, domethënë dhe e kishte një plagë shumë të madhe dhe bërtiste prej dhimbjes madhe që e dëgjonte. Dhe ç'a bëri? E qiti në një, domethënë në tokë e nguliti kështu këtë dorezën e shpatës së vet, ashtu që maja e shpatës të jetë lart dhe thotë vrapoi dhe u ngul në shpatën e vet. Pra bëri vetvrasje. Subhanallahu, në betejë çfarë përfundimi i keq. Me bë vetvrasje në betejë pse nuk mund t'i duronte dhimbje të mëdha që i dëgjonte, që i ndjinte domethënë. Subhanallahu, vetëm sa tregum rastin e Musab ibn Umairit se ja kpusi njërin dorë, kpusi dorën tjetër dhe vazhdon deri në fund domethënë derisa e vrojnë krejt, që do të thotë imani edhe tevekuli, mbështetja te Allahu. Dhe Allah ja mëson për fundim të mirë, po jo atij i cili nuk e ka qëllim luftën për hir të Allahut, po për hir të trimërisë apo çfarëdo arsyetimi tjetër. Dhe është rasti i Usairim, është një rast shumë interesant,
Usajrim ka qenë në luftën e Uhudit ende idhujtar. Kemi thënë se pas luftës së Bedrit, krejt e pranun islamin, mirë po aty filloi të shfaqet munafikizmi, dhe më thënë dyftërsia që apo hipokrizia që e tregoni veten si musliman, por nuk ishin por, edhe pse sipas dietarëve domethënë që transmetojnë sirën sidomos Ibn Ishakut është që nuk mbeti në Mekë askush, mirë po prej këtij tregimi shohim që pas ka mbet dikush që ende ka mbet idhujtar. Pra nuk e kishte pranu sa për sy e faqe islamin, por kishte mbet si idhujtar. Dhe ky kur e sheh që krejt fisi vet, ku janë ata, ku kanë shku, dhe i tregojnë domethënë gratë që kanë shku në luftë me Muhamedin alayhis salam. Dhe ky thot, vallahi kjo qenë ka çështje shumë e madhe. Edhe thot nuk du me met une mbrapa prej kësaj mirësie. Dhe shkon dhe i zën musliman dhe ata i thonë largo s'kena nevojë për idhujtar marrë me luftu me neve. Dhe Usajrim thot jo, unë e kam pranu islamin. Dhe pranon islamin. Dhe shkon në luftë dhe vdes në luftë. Subhanallah, dhe pejgamberi alayhis salam për të thot, pra vdes si shahid, e pranon islamin, luftë vdes. Thot punoj pak, Usajrim punoj pak, po fitoj shumë. Me një luftë e fitoj xhenetin. Dhe Usajrim është ai që Ebu Hurajra, pra prej sahabëve që është për dietar i madh dhe shumë prej tabiinëve, tabiinëve, domethënë kanë mësu prej tij, kur dëshironte mi u bë ndonjë quiz kështu nxënësve të tij, thoshte, cili është personi i cili ka hyrë në xhenet pa e fal asnjë namaz, pa rënë në sejdë. Domethënë e kishte fjalën për Usajrim, nëse e dinin. Pra, si ka mundësi me hyrë në xhenet pa asnjë sejdë. Çështja ishte se ky kishte pranuar islamin para dite dhe ende nuk kishte ardhur koha e drekës, ai ishte ra shahid. Pra pa e përjetu atë kohën obligative të namazit, ka shku dhe ka ra shahid. Prandaj pejgamberi alayhis salam ka thënë punoj pak, por fitoj shumë. Po fitim më i madh se sa me vdes si shahid. Dhe rasti fundi që ta përmenim sot është Muhajrik, i cili është një jehud. Pra kur kemi thënë se e ka bërë pejgamberi alayhis salam traktatin e Medinës, kemi thënë se në këtë traktat e ka shënu, domethënë përveç tjera për drejtat e çdo komuniteti në Medinë, ka qenë se nëse njëri prej grupeve, nëse njëri prej domethënë komuniteteve sulmohet, të gjithë të tjerë do t'i ndihmojnë. Pra nëse jehudët sulmohen prej një grupi të jashtëm, e kanë obligim edhe muslimanët me shku me ndihmu. Por edhe nëse muslimanët domethënë sulmohen, do ta kenë obligim edhe jehudët. Dhe këta kanë shkruar për këtë gjë, domethënë e kanë dhënë fjalën, e kanë dhënë besën për këtë gjë. Mirë po jehudët as luftën e Bedrit, as luftën e Uhudit nuk e kanë marrë këtë gjë fjalën. Bile në lufta tjera edhe i kanë nxit vet Kurejshët me ardhe me sulmu pejgamberin alayhis salam. Por njëri prej tyre, Muhajrik, e kishte emrin, dhe shkonte dhe ju thoshte more e kemi dhënë fjalën, hey, duhet mu bë burra, duhet me shku me Muhamedin, me ndihmu. Dhe ata domethënë e neglizhonin, jo kështu po kështu, derisa i thanë se të shtunën në mëngjes është nis pejgamberi alayhis salam, domethënë për luftën e Uhudit, dhe thanë jo se tani është e shtune, dhe shtunën ne nuk luftojmë as bëjmë asgjë. Dhe Muhajrik thotë ju jeni gjithë, thotë jeni të humbur, dhe shkon vet dhe lufton derisa vritet. Dhe pejgamberi alayhis salam për të ka thënë Muhajrik është më i miri prej jehudëve. Pra ka pas raste edhe në mesin e tyre që e kanë marrë fjalën ashtu si është. Kjo është e tëra për sot, lusë Allahun që të ketë qenë ligjërat e dobishme dhe të na shpërblej për domethënë zelljen edhe për durimin për të mësuar
për jetën e njeriut më të mirë që ka ecë mbi tokë, lusë Allahun që na bëj prej atyre të cilët e ndjekin rrugën e tij. Allahu ju shpërblet me të mira, motra. Esselamu alaikum wa